Sa ko ka përfunduar ndeshja e volejbollit, Superliga volejbollit për femra, Vllaznia Dinamo fiton Dinamo me rezultatin 1-3, por një ndeshje shumë dramatike, fal një reagimi të Vllaznisë në setin e 84, me trajnerin fitues Orlando Koja. Profesor Urime, shumë emocione. Po, ndeshje e bukur, me shumë emocione. Besoj se të freu dhe publikum, kështu që shumë mirë për volejbollin. Ishit në avantazh me 2 sete, dominuat, por mendoj si Vllaznia ja dha bukurinë takimit me reagimin në setin e 3 dhe sidomos edhe në të 4, edhe pse nuk e fitoi. Po, unë besoj edhe setin e parë Vllaznia luajti mirë. Kështu që ishte pikë edhe setin e parë. Skuadrën neve kemi respektuar që në fillim Vllazninë, e dim që është skuadër e vështirë, këtu fusha është e vështirë. Ka traditë Vllaznia në volejboll, kështu që ndihet emri i Vllaznisë. Na vënë në vështirësi në pjesën më të madhe të kohës. Po na bën shumë mirë se na testojnë edhe vlerat tona, kështu që dënim një ndeshje të fortë, u bën ndeshje fortë, që jemi të kënaqur. Profesor, pas një periudhe të suksesshme tek Skënderbeu, tashmë tek Dinamo, juve tek Dinamo e familjes. Në një komunikim me mikun dhe kolegun tim të mirënjohur Ervin Baku, po theksonte Orlando Koja është rikthyer tek shtëpia e babait të tij. Po, e vërtet, unë jam blu në zemër, jam dinamoviti lindur, kështu që është kënaqësi që të kontriboj eksperiencën time ta çoj për Dinamon, edhe ta çojmë Dinamon në ato nivele që ka qenë një rekord. Si duket fillimi i këtij sezoni? Skuadra është e re, kemi punë shumë për të bërë, se duhet integrohen elementet e ujë me elementet vendas. Po punojmë shumë mirë, kështu që besoj se çdo ditë do bëhet më mirë, edhe rezultatet po tregojnë që jemi skuadër e kompletuar, edhe do vazhdojmë shumë. Keni Stella Kinin, numri 1, skuadranin e rritur dhe formuar tek Vllaznia që po luan me uniformin e Dinamos. Stella është një gjeni në rolin e saj se jep shumë energji skuadrës, është një happy girl, tamam, edhe është tamam ajo që duhet bëjë një libero. Kështu që besoj se edhe ndrimi që bëra në setin e tretë që futa një libron tjetër që luajti shumë mirë, por nuk kisha atë energjinë e Kinit u ndje, edhe në setin e tretë dhe po jemi shumë me fat që kemi Stelën në skuadrë. Profesor, o thatë se pretendimet e tyre janë për kampion. Kë shikoni si rival më të afërt për titull? Po tani rivalet janë, çdo ndeshje është e fortë, ja unë duke ndeshje sot që nuk mund të nëvlerësojmë asnjëri. Edhe sigurisht Tirana kampioni në fuqi, po Gradeci ka bërë investime, Partizani luajtëm skuadrë e fortë, Skënderbeu ka 3-4 tuaj, kështu që çdo ndeshje është e vështirë. Po sigurisht Tirana është pretendenti numër 1 besoj. Profesor, falenderoj, suksese, respekte.